ditët e këtyre 10 ditëve janë më me vlerë se ditët e 10 netëve të fundit Ramazanit. I përmendëm se pejgamberi alayhis salam ka thonë ditët ku shpërblimi është më i madh. Andaj edhe këtë problematik ja kanë potencuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyes rahimahullah, e kanë pyetur o dietarë, kemi parë vlerën e këtyre 10 ditëve, po ashtu e dim vlerën e 10 netëve të fundit Ramazanit, sepse në njërin prej tyre është nata e Kadrit, e cila është khairun min elfi shahr, nata e Kadrit e cila është më e vlefshme, më e dobishme se 1000 muaj. Andaj e kanë pasi problematik këtë çështje, pra xhamati dhe e kanë pyetur Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, i kanë thonë o dietar, çka është e vërteta, këto 10 ditë janë më të mira apo 10 netët e fundit të Ramazanit? Ka thonë Ibn Taymiyes rahimahullah, sa i përket ditëve, pra prej lindjes diellit deri në perëndim, sa i përket ditëve, këto 10 ditë janë më të mira se 10 netët e fundit të Ramazanit. Ndërsa sa i përket netëve, prej perëndimit diellit deri në agim, sa i përket netëve, 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se këto 10 ditët. Sepse gjatë ditës në këto 10 ditë është dita e Arafatit, cila është ditë shumë e madhe, po ashtu është dita e Kurban Bajramit, e 10-ta. Për këtë shkak këto 10 ditë janë më të vlefshme, ndërsa gjatë natës 10 netët e fundit Ramazanit janë më me vlerë, sepse në këto 10 netë është nata e Kadrit. Dhe me këtë pra kuptohen gjitha argumentet ashtu siç duhet. Ashtu siç duhet, pra, sa i përket ditëve, këto 10 ditë janë më me vlerë. Ndërsa sa i përket netëve, 10 netët e fundit Ramazanit janë më me vlerë. Dhe të dy këto 10 pra, këto 10 ditë dhe ato 10 net vinë para një bajrami, para një feste të madhe të muslimanëve, pra para Fitr Bajrami dhe para Kurban Bajramit. Andaj këto ndërlidhen me ibadete të mëdha.